Rreshtet e dhëndura të shiut kanë shkaktuar përmbytje të mëdha të parcelave bujqësore në fushën e Maliqit. 10 hektar tokë bujqësore janë në ujë, ndërsa dëmet janë të konsiderueshme. Fermerët e zonës janë thuajse të pashpresë, ndërsa theksojnë që një pjesë të prodhimeve ende nuk arritën të hiqnin nga parcela, duke u përmbytur nga vërshimi i ujit. Agron Guri tregon se 2 hektar patate kanë mbetur në parcel, ndërsa Bashkim Guri thotë se 15 dyny misër janë të përmbytura. Fermerët kërkojnë ndihmën nga shteti që edhe këtë herë duket se i ka lënë arres. Kisha me gjithë djemtë me vlezë, kisha 50 hektar patate. Djerë tash 7 hektar i kam mbytur fare, edhe është në vazhdim, se ujt akoma po ikën për nga Nisharecit. Grurin kam bjerë 15 hektar, 8 hektar është i rizikuar, fill pas patate. Jemi shumë në altë madhë, vish shteti të në ndihmoj se nuk varuam. Jemi me kredi në bankën. Kam misri ka bërshi, se qep në kam magazin pa shitur. Misri mbeti pa korur se u mbyt të tokat të shiu s'na kalend, është i shtetit vit shikojt situatën tonë si është. Kam 15 lymë misër, ka që me është përmbytur mua. Po dem rreth 2 milion e gjysmë në 15 lymë, me shpenzime, me tëra. Neglizhenca në hapjen e kanaleve për kullim dhe mos pastrimi i lumit ka sjellë një situatë të tillë, ndërkohë që nga ana tjetër kostot janë kolosale. Ndërkohë dëmet e konsiderueshme si pasojë e motit të keq kanë pësuar edhe fermerët e zonës së Buzmadhit në Cakran të Fierit. Sipërfaqet e konsiderueshme me sera kryesisht me lule shtrydhe janë dëmtuar si pasojë e erërave të forta, ndërsa fermerët e zonës bëjnë apel për ndihmë.